nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq të kanalit Histori Jete, ja ku po takohemi ditën e sotme sërish së bashku. Sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme. Do të vi me një sakrificë të një nënës e cila në fund nuk e ka marrë atë që ka merituar, si çdo nënë në fakt që meriton të merë dashurinë e djalit, dashurinë e nuses, nuk e ka marrë atë. Përkundrazi, është thyer, është capëtuar në shpirtin e saj nga ajo që i ka ndodhur. Ajo ka lënë këtë letër për t'i çuar një mesazh fëmijëve të saj. Kam kohë që nuk kam folur me askënd për shpirtin tim. Jo sepse nuk mundem, por sepse nuk kam me kë. Jeta më ka ulur në këtë karrige me rrota dhe mi ka lidhur duart. Më ka mbyllur brenda këtyre mureve të ftohta ku çdo dritare më duket si një